është gabim që po i përdorin si sezon edhe këta, diasporën. Janë sezonal, votus sezonal, përdoren 30 ditë, mas 30 dite, që ato 30 ditë fushatës janë herojt e Kosovës, mas 30 dite... Edhe në këtë pikë ka dallim të madh, po kur të mi Petrashti... Mas 30 dite, fillon, mos më përmend diaspora, është instrumentalizu diaspora, shumë keq, jo veç s'po foli veç për një parti specifik, po flas për gjithëve, se kjo është si rezultat i gjithëve, nuk du me fajsu as një parti as kur gjë, për qamjet na e dim tash jemi njerëz edhe po e shohim çush po bëhen, kam fillu me bëu edhe për qamjet vende me vende, fshinje. Rasti i fundit që e patëm kryeministrin detyrë që e boni një përqamje që s'u dasht me bu në Malishev, për qytetin e Rahovecit, vendi ku i ka marrë 15.000 vota, kryeministri me një odë burra, ule dhe tha që Rahoveci i ka rrojt Malishev, se cili i ka ato të vetat, por nuk mund është ti me bo krahasime tilla, edhe me ofendu një qytet. Nuk është ofendim se ka thonë Malishev. Veç për rrojt në kryeministri, si s'dash me folë për pipat, ma di ma mirë. Jemi ratës e pastër shqiptarë, edhe momentin që ti thuj ki rrojt prej filan venit, ti bon ofendim. Për një vend që i ka morë 15 vota. Ki boni edhe ma kesh me Skënderaje, me Drenicën, atje qëllimisht i qenjësin speciale si në kod Miloševićit.